Elton Iliriani dominoi javën e modës në New York me pjesëmarrjen e bujshme në disa sfilata. Pas suksesit të atjeshëm, modeli dhe aktivisti mori ftesa nga disa shtëpi mode në Londër. Performanca në skenë dhe kontributi i tij në shoqëri u vlerësua me çmimin This is Icon në kryeqytetin anglez që mirëpriti eventin e rëndësishëm të modës. 3 shfaqje brenda natës dhe një çmim që bën mediat angleze të flasin për modelin me origjinë shqiptare. Në sfilatën e parë, Iliriani prezantoi krijimet e Malon Breton, që prej më se 3 dekadash vesh personazhe të njohur nga biznesi dhe showbizi. Modeli doli në skenë kraj Irina Panteva, muzës së Gianni Versaces. Në një ecje me 15 gra dhe vajza që luftojnë me kancerin, Elton Iliriani sfiloi për stilistin anglez Rose Griffiths. Nuk mungoi as shfaqja e Jimmy Choo, një prej stilistëve më të njohur dhe më të vlerësuar në botë. Përballë personazheve të famshëm, pjesë e publikut, shfaqjet synonin të kontribuonin për një organizatë bamirëse për kancerin. Në fund, This is Icon prezantoi çmimet e Icon Awards 2023. Elton Iliriani, që mori çmimin, u shpreh mirënjohës për ftesën dhe punën e përbashkët me stilistët dhe modelet në betejë me kancerin. Me shfaqje të tilla që janë komentuar në mediat ndërkombëtare, Iliriani synon të përcjellë mesazhe për të drejtat e njerëzit dhe barazinë gjinore.